Vetë nëna ose qifti kur ata vinë së bashku, por unë do t'ju bombardoj me ma shumë pyetje. Një gjysore të mirë, do t'ju maj me pyetje tona edhe shpesoj që do t'i shuajmë dilemat, sidomos grave në këtë moshë që të themi në mendje jemi gjithmonë të reja, ndoshta se cila 35 vjeqare ende është në mendje 20 vjeqare, por ndryshimet ndodhin në trup, dhe këto do t'i spjegojmë dal nga dale. Quhet një shtatzani avancuar, e moshës avancuar. Ta spjegojmë pse kështu? Një shtatzani avancuar apo një grua që planifikon një shtatzani pas moshës 35 vjeqare dhe tutje atëherë në terminologji e njohim si shtatzanin në moshë të avancuar. Kjo, ashtu si e ceket edhe jo, përveç avantajeve të saj në karrierë, në jetën profesionale, personale dhe disa arritje, kjo ka dhe disa avantajet e sajna, duke unis nga fakti se me kalimin avancimin e moshës, atëherë dhe komplikimet në shtatzani janë më të larta dhe më të theksuara. Vlen të përmendet këto kena kufit biologjik. Kena kufit biologjik dhe rezervat ovariale me kalimin e moshës, prej moshës 30 vjeqare, e tutje fillojnë të zbresin, por me kalimin e 35 e tutje ato fillojnë të zbresin në mënyrë më të vrollshme. Kështu që na vështirësojnë se në start në koncepcionin e një shtatzanie, plus komplikimet që mund të hasim gjatë rrugës, dhe do të na bëjnë më të vështirë këtë në muajt e ardhshëm. Ta shpjegojmë pak më shumë në detaje, ju sa po përmendet disa ndryshime. Çfarë i ndodh trupit të një gruaje pas kësaj moshe? Sepse thash, ndoshta mendja jonë ende nuk e pranon, ne nuk dëshirojmë asnjëherë ta pranojmë moshën, por pa parë parasysh ndryshimet ndodhin fizikisht, ora biologjike ecën dhe e vetmja gjë që s'kthehet mbrapa është koha. Me pas 30 moshës, si është ceka edhe më herët, pas moshës 35 vjeqare, kena rezervat ovariale binë shumë. Kjo jo vetëm në anën sasiore, por fatkeqësisht edhe në anën cilësore, ne mund të kemi vështirësi në arritjen e një shtatzanie të suksesshme, por edhe nëse ndodh një shtatzanie, atëherë na krijohen kushte dhe për komplikime gjatë kësaj shtatzanie, si hipertensioni arterial, diabeti gestacional, na krijohen kushte edhe për një lindje më të vështirë ose jo lindje me rrugë natyrale, siç është lindja vaginale, por atëherë duhet të nënshtrohemi edhe një lindje me përjet cezariane. Kështu që gjithmonë, pavarësisht pjesës karrierës dhe anës profesionale, duhet të mendojmë mirë, pa dashur të shpreh shqetësim tek gjitha gratë që dëshirojnë të kenë sukses edhe të arritin karrierën. Unë jam shumë inkurajuese për to, por edhe një siguri mendoj, një siguri e ka ofruar edhe teknologjia dhe arritjet shumë të mëdha në mjekësi që, në çfarëdo moshe unë do të ndes pa problem shtatzan. Mund të mbesim shtatzan, është shumë e vërtet, por komplikimet dhe mund të na krijojnë jo të presim këtë në mënyrë të këndshme ashtu siç ky rrugtim është aq i bukur. Por nëse mundësit janë, atëherë ta zgjedhim më herët, nëse kjo është çështje zgjedhjeje. Doktoresh, pse është ky kufi te mosha e 35 pikërisht themi natyrisht që secili vit bëhet më i komplikuar ndoshta në aspekte mjekësore, por pse këtu është kufiri te 35-ta? Siç e tham, prej moshës 30 vjeqare tutje fillojnë të zvoglohen gradualisht rezervat ovariale, por 35 tutje fillojnë në mënyrë rapide.